po kthehet koha perandorisë islam, po kthehet radikalizmi islam në Kosovë. Flamuri islam nuk vendoset kur varosen shqiptar. Unë kam miqësi me kreun e Bashkisë Islame, por kur e kam dëgjuar në promovimin e një xhamie, kur thot ata të cilët i pengon feja muslimane e kanë Beogradin. Dhe pajtohen plotësisht. Unë personalisht. Organizata për kultivimin e traditës dhe kulturës Shqiptaria ka organizuar tryezë diskutime me temën Shteti dhe feja. Ky aktivitet synoi hapjen e një debati të thellë dhe akademik mbi marrëdhënien midis shtetit laik dhe besimit fetar në shoqërinë shqiptare bashkohore, duke adresuar sfida që lindin nërmjet traditës, kushtetutës dhe nevojave të kohës moderne. Në këtë ngjarje morën pjesë ekspertë të njohur të fushave kushtetuese nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Disa prej folësve më të shuar ishin profesor Kadri Kryeziu, Arsim Bajrami, Fahrosh Rexhepi, Njazi Halili, Migena Leskoviku, Jusuf Zejneli dhe generali Hysen Gecaj. Ky takimi sotëm është në këtë format ku janë profesorët më eminent të kësaj fushë, të kësaj lëmie, të cilët mund të kontribuojnë shumë në qetësimin e situatës, qetësimin e gjendjes, për afrimin e situatës në mënyrë që ky popull të mos jetë i stërngarkuar në presione të ndryshme prej elementëve, unë gjithmonë këtë e potencoj, elementëve radikal që jenë futur për mbrana feve dhe e shfrytëzojnë emrin e fesë për të bënë një dëm kombit tonë. Anëmiqtë tonë, kur klasë anëmiqtë tonë mendoj për Serbinë dhe aleatët e Serbisë, gjithmonë prapavit të luftimit të Kosovës e kanë pas komponentën e radikalizmit fetar. Edhe këtë jenë mundu edhe gjatë luftës ushqipës me jam vesh apo me jam putu Kosovës, por edhe tani kanë si opcion rezervë. Si opcion rezervë nëse nuk mund t'i përdorin argumente tjera për të rënuar Republikën e Kosovës, ata do t'i kthejnë komponentës islamike, e cila synon që shqiptarët mos t'i paraqet si kom pro-evropian, një kom që kanë tradit, po një kom që kanë ngarkesa ideologjike. Mos harroni tash për shembull rasti i fundit kur shteti turk për shembull vendosi të ndihmojë ushtrimin e Kosovës me armatim. Në Serbi unë pas shumë shkrime. Po kthehet koha perandorisë islam, po kthehet radikalizmi islam në Kosovë. Hiç më larg se para do ditëve ne kemi informatën shembull në Zvicër çka ka ndodhur, domethënë akuza po pritet me 3. Aty kena me marrë vesh çka po përgatiten këta, kush janë këta. Këta i takojnë komunitetit shqiptar, Na duhet me pranu profesorët e teologjisë. Janë shqiptar, i fes islame. Edhe domethënë këta kanë bë atak ose kanë përgatit, kanë bë përpjekje për me bë pushtet dhe me kriju një shtet islamik në një pjesë të territorit Kosovës. Tash na mundem për shembull me marrë këto si shaka, si qeshit, por këto tentativa për ato që vazhdueshme kundër këtij komit më të vjetër se vetë historia janë vazhdueshme, edhe të padurueshme, edhe pa tolerueshme që ta dhe profesori. Janë të pa tolerueshme këto. Nuk mundem na me hesht mbi këto ato që. Unë kompani punim kur profesori teologjisë ka përmend punim një postim, i cili ka përmend se nuk është e vërtetë edhe pik, ka thënë pik, se unë i them profesorit që nëse nuk është i shtetit arab, është diçka e huaj për neve për shqiptarë. Do të thonë nuk është flamuri jonë, po është i dikujt tjetër, ose i asaj që tha la ilaha illallah. Po, flamuri me do shkronja të Kuranit krejt në rregull. Por a duhet shtrohet pyetja me qit nga ato, apo duhet pikrisht me zbatu urdhresën e Hazreti Muhamedit, i cili nuk ka leju me qitë flamura të qoftë të islamit apo të kombit që të rabis me qitë përborosit. A i thot, këtu e kom ku shkru, thot, dhe më thonë, e lejon, dhe më thonë, profeti Muhammed dhe sahabet u varosën pa flamuj vetëm me qefin qashaf të barë.
tashti, mdes mu baba dikush une, hajtë këshe mi abon një hizmet ma të mirë në fund jetës të e vërros, edhe tashti shkojmë i mami jënë da avlia, ato dykon ka 5 herë, më në shqitën e dhe, avlia, dhe thot as për ka formati, as për ka përmbajtja, as konstrukti, as një lidhje me as një flamor arab, as islam nuk e ka. Këto ju garantoj me shpatja. Zëtmita është apo ta tregojnë telefon, po qysh është edhe çka është ajo, se e kom qitë edhe ato me shpat, edhe ato me shpat, edhe ato që është avli. Edhe kom sqaru që kjo flamor saudian, nëse del në Kosovë, në tërët shqiptare, një dikush që e mbulon kufomën me flamor, me shpat të Arabi Saudite, atëri të ne boj përgjësin edhe kërkaj fali publike. Në që raste e vërë dëshmoj. Po zotmi, po që të së ti që po thu, edhe profesora më kanë thonë që shtu, edhe pastaj muhe më kanë detyru me bon hullumtime në teren, edhe me këshyrë se shka është edhe që mbullohet dhe çka shkru në ajo. Edhe ki kjartë në Facebook kush do mundet me këshyrë. Absolutisht në tërët shqiptare nuk ka shqiptar që mbullohet me flamor as islamik, as në një shteti arab, as me flamor të Arabi Saudite që ka edhe shpatën. Aja avlia, materiali thjesht, thash, 5 euro kushton, me blina për kuj blen, edhe që nuk është rregull parem islam, po njerëzit pe vullnetit. Aty janë 2-3 ajete kuranore, çdo shpirt që lind ta shijej vdekjen, apo çdo shpirt që lind do të vdes, që kjo është përmbajtja, është la ilaha illallah, do të thotë ka disa simbolika islame, absolutisht garantoj me gjithçka që ai nuk është flamor as arab as islam. Unë e kam emrin Muhammed. I përkas komunitetit të besimit musliman që është shumicë. Po kam dëgjuar deklarat ku thuhet ne muslimanët jemi tolerant ndaj të tjerëve. Aty e kam një shaku në një vlla temin që beson ka një besim tjetër, ose është një ateist, është pakic, dhe kur ligji neve na garanton drejtat barabarta, çfarë rëndësie ka kjo me pas tolerancë kur unë jam i garantuar me ligj. Këto deklarata dëgjohen prej krerë. Unë veç potencoj, unë kam miqësi me kreun e Bashkisë Islame. Nina që 35 vjet me Naim Tanaun. Por kur e kam dëgjuar në promovimin e një xhamie, kur thot ata të cilët i pengon feja muslimane e kanë Beogradin, fyërje ma e madhe. Mu më kaftuan disa darka, nuk i kam shua kur, sepse kjo ka qenë fyërje.